Një 14 vjeçar me rënjë nga Kosova ka treguar guxim që rrallë shihet. Në një moment kur shumica do të iknin nga frika, ai zgjodhi të qëndrojë dhe të shpëtoi shokun e tij. Ngjarja ka ndodhur në qytetin Freiberg të Gjermanisë, ku një adoleshent 15 vjeçar sulmoi 2 bashkëmoshataar me çekiç pak para nisjes së mësimit. Njëri prej tyre, Len Fejzullahu, 14 vjeçar me origjinë nga Kosova, u hodh për ta mbrojtur shokun e tij. Ishte moment i prekshëm. Mendova se ishte shaka, derisa pa shokun tim të shtrirë në tokë, ka treguar Leni për media gjermane. Por si ndodhi rasti? Ngjarja ndodhi në oborrin e shkollës, pak para fillimit të orës së parë. Leni dhe shokët e tij po bisedonin kur një adoleshent 15 vjeçar i veshur me uniformë ushtarake dhe me një çekiç në dorë ju afrua për t'i sulmuar. Kur njëri nga shokët e Lenit u godit, 14 vjeçari ndyrhyri menjëherë, duke ia rrëmbyer çekanin sulmuesit dhe duke shpëtuar shokun. Sulmuesi 15 vjeçar u arrestua dhe po hetohet për tentimvrasje dhe lëndim të rënd trupor, ndërsa autoritetet gjermane po shqyrtojnë edhe motivin ekstremist të ngjarjes, thuhet në gazetat gjermane.